Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Tirana zyrtare qëndron në krah protestës së studentëve për provimet në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Propën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha deklaroi se përdorimi i gjuhës samtare përbën një të drejtë themelore të garantuar nga Kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. E kam ndjekur me vëmendje shqetësimin e shprehur dhe kërkesën e drejtë dhe legjitime të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për dhënien e provimit në gjuhën shqipe, shkruan Hoxha. Ai thekson se studentët meritojnë përgëzim për angazhimin qytetar dhe mënyrën demokratike me të cilën kanë artikuluar kërkesën e tyre. Kjo kërkon një përgjigje në të njëjtin standard përgjegjshmërie përmes dialogut konstruktiv dhe zgjidhjeve që respektojnë plotësisht të drejtat e garantuara, apelon Ministri i Jashtëm i Shqipërisë. Nga opozita shqiptare reagoi kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në një postim në rrjetet sociale, Gazmend Bardhi shkruan se përdorimi i gjuhës shqipe është një drejtë themelore garantuar nga Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Shqipja nuk negociohet të bëjë thirrje qeverisë shqiptare që të marrë menjëherë masa për të ndërhyrë pranë autoriteteve të Republikës Maqedonisë së Veriut në mënyrë që të shmanget kthimi pas në kohë të errta. Rruga e të dy vendeve fqinj është e përbashkët drejt Bashkimit Evropian, por në çdo çast Republika e Shqipërisë e ka detyrim kushtetues të mbrojë të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj, apelon kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Me thirrjet duam drejtësi dhe pankarta si respektoj ligjin për gjuhë dhe marrëveshja e orit nuk renegociohet, filloi protesta e studentëve në Shkup. Studentët shqiptar u mblodhën tek ura e Gurit me kërkesë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Protestuesit priten mbritjen e studentëve nga Tetova dhe më pas marshuan drejt sheshit të Shkupit duke u ndalur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Ata kërkuan nga Ministri i Drejtësisë Igor Filkov të respektojë ligjin dhe të mundsojë dhënien e provimit në gjuhën anëtare. Nuk do lejmë që Shqipja të trajtohet si opsion, sepse Shqipja nuk është opsion, Shqipja është identitet. Sot, nga ky shesh, nga ky zë i përbashkët, ne po themi një gjë shumë të thjeshtë. Nuk ka shtet të së drejtës pa respekt për gjuhën, nuk ka parazit pa shqipen, nuk ka parazit pa shqipen. Studentët dhe njerë dorëzuan kërkesë deri tek Ministri Igor Filkov që provimi të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Protesta e sotme u përkrahë nga partitë politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi kritikoi qëndrimin e mbajtur nga Ministri i Drejtësisë. Qose s'ka qenë 30 vite në gjuhën shqipe, a nuk duhet edhe sot tjetë? Sot është parashtruar kërkesa, sot u aktualizu kërkesa, madje nuk duhet fare kërkesa. Dhe sot ne po e shohim qëndrimet e Filkovit, i cili thot, provimi i jurisprudencës është provim për kontrollin e njohurive gjuhësore njëherë thot, pastaj pas 2-3 javë kur e sheh se gabon në rënd, thot se është provim profesional dhe se nuk është procedurë administrative. Edhe të njëra, edhe të tjetra gënjen. Ligji është i qartë. Ishte sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi. Si pjesë e koalicionit bashkëqeverisës, krerët e koalicionit Vlend thonë se në 2 dekadat e fundit ka patur 7 ministra shqiptar të BDI-s në Ministrinë e Drejtësisë dhe nuk e ka rregulluar këtë çështje. Kryetari i BES-s në Vlend Bilal Kasami tha se Partia Ahmetit po i fshet dështimet e veta pas protestave të studentëve. Sigurisht që përkrahim çdo protestë studentëve dhe ashtu siç e kemi deklaruar që nga kryeministri dhe eksponent tjerë të qeverisë që ne garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet ashtu si duhet, por është ironike ajo që partitë opozitare veçanërisht BDI sot ka dalë në përkrahje të studentëve për të zgjidhur problemet të cilat ajo ju ala këtyre studentëve. Por mund të them që jam krenar se sot studentët janë të lirë të protestojnë edhe përkundër faktit që kjo çështje u është garantuar që do zgjidhet. U shpreh Bilal Kasami, kryetari i lëvizjes BESA. Me kompetencë shkencore dhe juridike, po ose për fat të keq, gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk është zyrtare, apelon ish kryetari i Alternativës Zeqiria Ibrahimi në postimin e tij të fundit në rrjetet sociale. Lidhur me këtë, sipas Ibrahimit, fajtorët nuk janë anonim. Ai premton se gjuha e provimit të jurisprudencës së shpejti do të zgjidhet në favor të kërkesës së studentëve shqiptar, por shton se kjo nuk do të ndryshojë faktin se gjuhën shqipe e ka lënë në këtë gjendje ata që pushtetin e kishin futboll në qeveri dhe biznes në llotari. Ndërkohë Mickovski tha se qeveria ka formuar një ekip me ekspert kushtetues, të cilët po punojnë për të gjetur një zgjidhje e cila do të jetë kushtetuese dhe e përshtatshme me standardet ndërkombëtare.
Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.